Të jemi bashkë këtu në një tjetër ambient, në një tjetër edicion të programit Jehona Politike. Nga java e kaluar, ku kishim në fakt në vizitë tek kryeministri shqiptar Edi Rama, sot jemi zhvendosur në Maqedoninë Veriore, saktësisht në Tetov, dhe kam kënaqësinë sot që të zhvilloj një bisedë, besoj bukur të thellë, me kryetarin e BDI-s, komandantin Ali Ahmeti. Përshëndetje, faleminderit shumë që na pritët. Mirë se keni ardhur. Faleminderit për kohën tuaj. Më keni kursyer, u mirënjohës, sepse jemi në vlugun e zhvillimeve, të takimeve, në fushat jashtëzakonisht të fortë e të dendur. Teksa po vija në fakt, pash një prej adresimeve tuaja këto ditë në fushat, teksa thatë se keni pritur e përcjellur kryeministra të ndryshëm dhe dukeni i fortë në kondicion. Edhe sot. Jam mirë, me kondicion, genetikisht nga ona e nanës, goxha jam me genetik të fortë, dhe mendoj që Do t'jeni gjatë këtu. tash varet për popullit. Dhe në fakt, sot Zoti Ahmeti, komandant, një njeri që në fakt e ka përcjellur Kosovën, e ka bërë shumë për Kosovën, por për këtë pjesë do të shkojmë fare në fund të bisedës. Sot shqiptarët në Maqedoni, sikur ka një klim, një frymë se nuk janë të mirëpritur mjaftueshëm. Për faktin se ka një gjuhë kundër shqiptarëve, dikush i cilëson politika fashiste, ka pas të tillë që kanë konsideruar. Pse jemi në këtë pikë sot kështu? Ani për ta shpjeguar tërë këtë historie, këtë filozofi, sigurisht duhen disa kapitoj. Në po do përpiqem t'jap pikat kryesore. Marrëveshjen e Ohrit, as nuk e kanë përpunuar mirë politikanët Maqedonës, as nuk e kanë studiuar mirë, se marrëveshja e Ohrit është marrëveshje që i ngrit shqiptarët në shtetformues me të drejta të barabarta me komunitetin Maqedonës. Dhe në këtë pikë, politikanët, drejtuesët e partive politike maqedone, qoftë nga VMRO, qoftë nga LSDM, nuk i kanë përpunuar elektoratin e tyre ashtu siç kemi shpjeguar ne nga 2002 deri në këto momente që flasim, se marrëveshja e Ohrit është një kompromis, dhe në kompromis palët ndesin të pakënaqura, mirë po zgjidhje më të mirë përsëri se sa të arrish kompromisin nuk ka, sepse shkenca politika nuk ka zbuluar ndonjë metodë më të fortë, më të përparuar se sa kompromisi dhe dialogimi. Dhe kur ne filluam avancimin, simbolet kombëtare, universitetet, përfaqësimin e drejtë, në ushtri, në polici, që shqiptarët ishën një simbolike të përfaqësuar, me 1%, 2% në administratë. Kur filloi administrata të komunikoje të flasë shqip, u filluan të drejtojnë me kompetenca, ministrat, drejtorët, zëvendës drejtorët. Dhe këta menduan që u iku shteti, u morën shqiptarët shtetin. Ne nuk morëm hisen e tjetër kujt. Ne marrim hisen tonë, ne jemi në tokat tona, ne jemi në vendin tonë, të trashëguar brez pas brezi. Tani edhe unë kisha vështërsi në vitin 2002, se dilja para popullit dhe thoshëm, po pse ne e përsërinë në Maqedoni? Përse nuk e bëre Shqipëri? Ne patëm ushtri. Për çka luftoi ushtria shërimtare kombëtare? Mirë po, nuk ishte zgjidhja më e mirë ndarja e Maqedonisë.
me ndarjen e Maqedonisë, ne do ishim të humbur, sepse edhe në referendum ndërkombëtar po të bëheshte. Do thotë ne mund të merrnim 10% të hapësirës ku jetojnë shqiptarët në Maqedoni. Realisht, shqiptarët janë 30% në Republikën e Maqedonisë dhe nuk e vija demarkacioni se si ti ndajsh pjesët. Por tani me këtë gjuhë që përdoret, me këtë politika dhe këtu desha të dal. Ne arritëm, do thot hap pas hapi. Edhe pse një pjesë thoshën që jeni të vonuar, nuk arritët, por ne arritëm nga zero që e morëm në 2002 Maqedoninë, në 2024 e kemi lënë me kryeministër shqiptar. E kemi lënë me ministër të jashtëm shqiptar, me ministër të financave shqiptar. O thot, mos i numëroj dikasteret të tjera, me drejtorie, fondet të shëndetësisë, të rrugëve të që janë fondet më të mëdha të shtetit, të që janë drejtuar nga shqiptarët. Dhe VMRO-ja zgjodhi rrugën nacionaliste. Doli me platformën, sërish Maqedonia e ytja. Do thot ta kthejnë sërish Maqedonët Maqedoninë tek maqedonasët dhe të përjashtohen shqiptarët dhe komunitetet e tjera. Doli me kërkesën që të hapet një plagë mbyllur, sërish Tribunali i Hagës për ushtarët e ushtrisë çlirimtare kombëtare, përfshi duke filluar që nga unë dhe shtabi i përgjithshëm dhe të tjerët. Mua nuk më ka friguar. Po, kjo ishte për t'ju eliminuar politikisht. Por, kjo ishte një goditje direkte marrëveshjes së Ohrit. Kontratës për të cilën ne ishëm dakorduar që shqiptarët të ngriten në element shtet formues. Pra ky është sulmi i parë ndaj marrëveshjes së Ohrit, që i bie që dhe sot jemi në një situatë që po cënohet kjo marrëveshje zotëri Ahmeti. Dhe tani, marrëveshja është seriozisht e rrezikuar. Dhe thotë këta janë përgatit të vnojnë gozhdat arkivolit. Gjykata kushtetuese mori iniciativë me material të përgatitur, 72 faqe, në dhjetor të vitit kaluar, të abrogohet ligji i gjuhës, të hiqet ligji i gjuhës shqipe nga përdorimi, e të mbetet gjuha shqipe në nivel komunal, lokal, edhe të flasim një të shtëpia lirshëm se këto janë zemërgjër dhe nuk do na ndjekin se e flasim një të shtëpia gjuhën shqipe, siç vepronin dikur serbët që i ndiqnin shqiptarët, kush flet gjuhën shqipe dhe shkopi i jepnin. Atëherë ne dolëm në protest tepër të kontrolluar, sepse frikoheshëm që mos na dalë jashtë kontrollit, sepse emocionet ishin shumë të larta te popullata. 3 ditë protestuam me tenda përpara gjykatës kushtetuese. 3 gjyqtarë të gjykatës kushtetuese u tërhoqën, nuk morën pjesë në seancë, dhe ata nuk arritën të marrin vendim, por e shtyn seancën për një datë tjetër. Në të thotë që ky rrezik akoma është evident. Dhe nëse nxjerrim një paralele në fakt me Bosnjën, tek Bosnja është Daytoni, tek Maqedonia e Veriut është Ohri, dhe nëse seriozisht, siç thatë ju, rrezikohet sot marrëveshja e Ohrit, i bie të shkojmë në çfarë situate? Marrëveshja është seriozisht e rrezikuar, sepse këta kanë vazhduar, kanë hequr balancerin. Balanceri ishte një aparat që kontrollonte përfaqësimin në administratën publike dhe shtetërore, përfaqësimin e drejtë. Dhe sot s'ka kontroll të përfaqësimit. E kanë heq. Do thot me premtimin se ne do bëjmë një ligj më të mirë. Akoma nuk ka
ligj. Kanë hequr inspektoratet. Inspektoratin për gjuhën. Kanë bërë degradim në për institucione. E kanë hequr gjuhën shqipe nga përdorimi. Do thot nuk ka komunikim të institucioneve në gjuhën shqipe. Do thot ligjërisht shteti është i obliguar të komunikojë me shqiptarët, me pjesën ku janë mbi 20% shqiptarët, me të gjitha institucionet në gjuhën edhe në gjuhën shqipe. Do thot edhe në Krushevë, edhe në Dollnen, edhe në Qashq, edhe në Shkup. Mos flasim për pjesën ma thellë perëndimore, Struga, Kërçova, Gosivari, Tetova, Çajiri, Likova. E kanë hequr nga përdorimi. Dhe kjo i ka pesmatuar shqiptarët dhe mua më frikson se me këto veprime ne po kthehemi pas. Në vitin 2001, Për para vitit 2001, qa bëri Miloševiqi? Miloševiqi, hapin e parë që e bëri, suspendoi, abrogoi autonominë Kosovës. A thoshën nga Beogradi që zgjidhje më të mirë ne do bëjmë se sa autonominë që ju e keni. Mirë po, këtu duhet theksuar se Miloševiqi laboratorin, eksperimentet i ka patur në Maqedoni. 1998 këtu është ndryshu kushtetuta e 74-s. Hiqen shqiptarët si element konstituiv i Republikës së Maqedonisë dhe Maqedonia shndrohet ashtu siç e bëri Miloševiqi aty ku është një serb është tokë serbe. Dhe këta e bën Maqedonia shtet vetëm i maqedonazëve. As të tjerët nuk ekzistonin. Tani pasoj heqja e autonomisë. Nëse u kujtohen shkollat e përzira, para eksperimenti laboratori këtu ishte. U bën këtu shkollat e përzira, që tani këtu shqiptarët i bën shkollat e ndara. Bën shkollat e veta, në për shtëpia, në për model që u aplikuat në Kosovë pas po. Tani u apliku në Kosovë, që u bë pushteti paralel. Dhe po më thoni që jemi në të njëjtën situatë pak a shumë, apo po shkojmë në të njëjtën situatë? Po të prekish te kushtetuta, të ndryshosh kushtetutën e marrëveshjes së Ohrit, ku do shkojmë na? Sigurisht që kthehemi pas. Ky është rrezik i madh. Mirë po, politikanët maqedonës nuk e di sa janë të përgjegjshëm për zhvillimet gjeopolitike, me zhvillimet në Europë. Në një situatë kaotike që jemi. Një luftë që nuk i dihet fundi Rusi-Ukrainë, një luftë e tmerrshme që është duke u bërë në lindjen e mesme. Si mundemi ne të jemi aq komod këtu sa të gërvishim të rënojmë marrëveshje e cila është e garantuar nga Amerika, Europa dhe NATO-ja. Në Europën perëndimore nuk i kinë në Rusi. Por, në fakt ajo që natyrisht është një temë, është një luftë politike juaja dhe është një pyetje që teksa më thoni se sot rrezikohet seriozisht marrëveshja e Ohrit, lind pyetja cili është roli i vlen brenda kësaj qeverie e cila ka për qëllim që të mos e zbatoj pra marrëveshjen e Ohrit. Tani është çështje votash apo është çështje agjendës? Kjo Leni nuk ka ndonjë rol, sepse ata pikës pari kam pranuar të hynë në një dhomë ku s'kan legjitimitet. Por janë prezent. Duke qenë pa legjitimitet, ai nuk mund të hap gojën për të kërkuar
të drejtat dhe avancimin e mëtejshëm të marrëveshjes së Ohrit, sepse Agaj e ka marrë që ajtë mos e hap gojën aty. Agaj e ka marrë. Ai nuk ka shku aty se e ka zgjedh ka fituar legitimitet tek shqiptari. Dhe ai do boj si thot Agaj. Nuk mund ndryshe të sillet. Por me që jemi në çështje në një proces zgjedhor lokal. Aty ka qenë Vleni, Ka Leni aty zëra, kanë po. qenë. Dhe pikrisht këtu ndodhi edhe ndarja që e bëri zoti Taravari. Si zoti Taravari e pa se si po sillet Agaj aty. Se si pyet për kur gjë fare. Dhe merr vendimet vetë Agaj. E mbledh kabinetin e vet Agaj, merr vendimet dhe formalisht u vendos përpara këtyre. Por prezenca në atë formulë i bën përgjegjës, sepse janë aty, teksa po sulmojnë shqiptarët. Sigurisht janë përgjegjës. Sigurisht janë përgjegjës. Nuk mund të quhet dikush tjetër përgjegjës. Këta janë aty. Dhe në procesin zgjedhor lokal, madje ka zëra që ka edhe një bashkëpunim për orientim të votës. Në disa komuna i duhet Vlenit ndihma e maqedonosve dhe anasjelltas. Dhe kjo për t'ju minuar juve dhe është nuk shihet. Për shembull, Kristiani ka mbajt konferencë shtypi, është deklaru hapur që kandidati për komunën e Strugës është kandidat i Vredit edhe i VMRO-s. Do thot më shumë është kandidat i VMRO-s, sepse është deklarata e Kristianit, e kam mik të moqëm, kemi bashkëpunuar shumë herët në fushën e biznisit me kandidatin për kryetar të Strugës dhe partia e ime, VMRO-DPMNE, do të votoj për këtë kandidat, që është shqiptar. Dhe ta shqiptarët e Strugës duhet të vendosin, do votojnë për kandidatin e VMRO-s apo do votojnë për kandidatin e Aleancës Kombëtare për Integrim. Unë thot, shqiptarët e Strugës kanë dy zgjidhje. O do votojnë për dalëzotësit e marrëveshjes së Ohrit, për dalëzotësit e krenarisë dhe legitimitetit shqiptar, o do votojnë për kandidatin e VMRO-s që rënon dhe denigron si historinë edhe krenarinë e shqiptarëve. Do thot, nuk ka rrugë të tret nuk ka në Strugë. Ju përmendët në fakt në një deklaratë pasha dhe kishit një porosi për kryeministin tonë Detyrë Kurtin, i keni kërkuar që ai tu kërkoj falje shqiptarëve të cilët nga biseda paraprake më thatë se janë të lënduar nga deklaratat për gjuhën. Cili është roli i Kurtit këtu tani? Roli i Kurtit tani nuk i di përse Kurti me aq entuziazëm dhe me aq energji u vu në shërbim të njerëzve fare të panjohur dhe pa ndonjë kontribut në lëvizjen dhe çështjen kombëtare. A e bëri për zili, a e bëri për strategji për miq të ri, siç e bëri mik Kristianin. Nuk e di, por unë nuk jam hidhruar që ai ka marrë pjesë në dy fushata këtu me gjithë partinë e tij. Edhe pse besoj që e gjithë partia e tij nuk pajtohet me qëndrimet e Albin Kurtit. Sepse unë i njoh një pjesë të vetëvendosjes. Ju ka thënë këto apo është vetëm supozimi juaj? Mendon kush? Kush më ka thënë? Që unë kam shok në vetëvendosje. Unë kam shok në vetëvendosje. Dhe ata nuk pajtohen me Albin Kurtin. Me angazhimit e Albin Kurtit. Lëre më, që Albin Kurti ka irritu. Albin Kurti ka hidhru e zemru shqiptarët e Maqedonisë me deklaratën e tij.
që u abori zemrën mal anti-shqiptarëve të matë mëdhej, dhe unë nuk e di si e harroj Albin Kurti, lotët e nënës Afrim Kalanicës mbi varrin e djalit në Slupçan. Afrim Kalanica, djali i ri, është vrarë për këtë gjuhë që e flasin bashkëluftarët e tij, që e flasin bashkëkombasit e tij në Maqedoni. Dhe Albini del e thot se gjuha shqipe kur s'ka qenë zyrtare dhe se është kompetente gjykata kushtetuese të vendos mbi ligjin e përdorimit të gjuhëve. Kjo ngjan asaj sikur të dilnim ne dhe të thoshëm lëvizja studentore që kemi qenë, lëvizja popullore e Kosovës që kemi qenë, Afrim Zhitia të dilte të thoshte, Fahri Fazliu të dilte të thoshte, që Miloševiqi me të drejtë abrogon autonominë e Kosovës. Sa do e keqe që ishte autonomia, përsëri ishte e keqja më e mirë për shqiptarët e Kosovës. Të prekish në Kushtetutën e Republikës tani, të prekish në marrëveshjen e Ohrit, ka ngjashmëri. Mbase situatat nuk përsëriten njësoj, sepse jemi në kohë të ndryshme. Nuk jemi 1999, po jemi 2025. Në 1997, 8, 9 janë zhvilluar, ka patur zhvillime tjera. Dhe sot të rënosh dhe të kthehesh pas një marrëveshje ndërkombëtare, nuk është punë e vogël. Është shqetësuese sa për ne, aq edhe për komunitetin ndërkombëtar. Sepse marrëveshjes së Ohrit duhet i dalim zot dhe nuk duhet lënë vetëm shqiptarët e Maqedonisë në mbrojtje të marrëveshjes së Ohrit. Po duhet t'i dalin zot të gjithë shqiptarët, edhe Prishtina, edhe Tirana, edhe komunitetin ndërkombëtar, sepse unë garancat i kam nga komuniteti ndërkombëtar Se do të zbatohet. se do të zbatohet marrëveshja e Ohrit dhe për këtë arsye unë kam hedh firmën si komandant i përgjithshëm i ushtrisë shërbimtare kombëtare që e pranoi marrëveshjen e Ohrit dhe kam marrë përsipër demobilizimin e ushtrisë shërbimtare kombëtare. Dhe rezultatet e deri tashme të marrëveshjes së Ohrit janë rezultate të bashkëpunimit me komunitetin ndërkombëtar dhe me forcat politike në vend. Ato maqedone. Nuk mund të mohohet që VMRO-ja nuk ka kontribut për marrëveshjen e Ohrit. Absolutisht. Nuk mund të mohohet që LSDB-ja nuk ka Por a janë kontribut. pushman për këtë, Maqedonët? Mendoj që janë pendu. Janë penduar Maqedonët Janë penduar. për marrëveshjen e Ohrit? Janë pendu. Sepse, gjërat kanë shku aq lart, sa që shumë irrituese janë, sepse ju jeni larg këtyre opinioneve, jeni larg këtyre mediumeve. Në për të gjitha televizionet, po t'i hapish në mëngjes, do të dëgjosh. Kur ishte temë çështja e gjuhës shqipe, ndryshimi i kushtetutës, a dini çfarë thoshën maqedonët? Nëse duan shqiptarët të shkruajnë e ta kenë gjuhë zyrtare, të shkojnë në Kosovë, le t'ikin në Kosovë, le t'ikin në Shqipëri. A dini ju që përhapet këtu antikosovarizmi i madh? Le t'ikin në Shqipëri dhe bëjnë krahasim. Përse algjerionët nuk kërkojnë gjuhën e tyre zyrtare arabishte në Francë? Janë 7 milion. Pse turqit 7 milion janë në Gjermani nuk e kërkojnë turqishte në gjuhë zyrtare? Ç'kërkojnë këta? E bëjnë politikanët apo e bëjnë opinionistët? Janë dy shprehje të lashta popullore. Çka ka shtëpia e nxjerr fëmia. Edhe e di luga çka ka vjekshi.
Përse nuk dalin shqiptarët? Të mohojnë gjuhën maqedone, të mohojnë kulturën maqedone, të mohojnë historinë maqedone, të mohojnë besimin maqedon. Sepse ne kemi punuar. Ne kemi punuar për bashkëjetesën. Ne kemi punuar për shtetin e përbashkët. Ne kemi punuar që bashkë proceset i drejtojmë shqiptarë, Maqedonës, sepse vetëm nuk mundemi asnjëra palë. Dhe shqiptarët nuk janë minoritet në Maqedoni. Shqiptarët në Maqedoni, edhe territorialisht, shtrivjen, numerikisht janë ma shumë se sa Mali i Zi që është shtet. Dhe shqiptarët nuk janë një minoritet, nuk krahasohet me luginën e Preshevës, as nuk krahasohet me Malsinë e Madhe. Do të jenë 6432 km katërosh të qeverisin me pushtet lokal në Republikën e Maqedonisë. Pa i përfshi këtu pjesët tjera ku shqiptarët nuk janë mbi 50%. Siç është Ohri, Prespa, Manastiri, Kumanova. Dhe në fakt, si të gjejmë në fakt një formulë e cila do të garantonte implementimin e plot marrëveshjes ore dhe të mos rrezikojë kaq seriozisht siç është tani. Si është Mendoj që VMRO duhet të reflektoj, duhet të mësoj mirë nga e kaluara. Unë disa herë përsëris, ata të cilët nuk mësojnë nga e kaluara, nuk din të ndërtojnë të ardhme. Këta duhet i kthehen ta shohin të kaluarën, të shohin gabimet që i kanë bërë. Sepse këta janë shndruar pas vitit 1945 në vazal të Beogradit. Dhe këta situatën duhet ta ndryshojnë dhe të mos vazhdojnë me avaze të moçme. Sepse nuk i bën mirë shëndetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Sepse edhe popullin e tyre e kanë ndarë në dy bloqe, pro-serbe dhe pro-bullgare. Nuk ishte e rastësishme deklarata e Bashkimit Evropian për botën serbe në Maqedoni. Po ta hapish televizionet këtu në mbrëmje, asgjë maqedone nuk gjen. Me filma, me dokumentar, me të gjitha janë në gjuhën serbe. Dhe ky shtet ruhet edhe sovraniteti, edhe integriteti, bashkë me ne shqiptarët, bashkë me ne, zgjidhje tjetër nuk ka. Mua më akuzojnë që unë luftoj e punoj për Shqipëri të madhe. Jeta po të desha unë, Maqedoninë e kisha ndarë kur kisha 15.000 ushtarë. Kam pas elitën më të fortë shqiptare të kombit, ushtrinë shërbimtare kombëtare. Unë e kam pas dokumentin përpara vetëm të hedh firmë dhe tulem me Lupqo Georgievskin. Që unë kam respekt për Lupqo Georgievskin sepse ai çka mendon edhe flet. Ai atëherë e sot nuk e ka ndryshuar qëndrimin. Ai është kundër shteteve të multietnike. Filozofia ime është kundër filozofisë së Lupqo Georgievskit. Pse keni besuar kaq shumë në Unë besoj se unë kam jetuar edhe në Zvicër. Si mund të funksionoj me 4 kombe Zvicra e s'mund të funksionoj Maqedonia. Dhe unë që nga 2001 kam thonë që Maqedonia do jetë Zvicra e Ballkanit. E sot jeni penduar për atë? Asesi nuk jam për lëvizjet e tua? Asesi nuk jam betuar. Penduar, sot thash betuar, jem betuar një herë. Ju mban ky betim akoma. Dhe unë jam
për Maqedoninë unitare. Unë jam për Maqedoninë me popull të barabartë. Unë jam për Maqedoni të antarësuar në Bashkimin Evropian. Unë jam për heqje të kufive, mos ketë kufi me shqiptarëve. Dhe si hiqen këto kufi? As me Serbinë, as me Bullgarinë, as me Greqinë, po këta hiqen duke u antarësuar dhe duke kontribuar që të gjithë ne për paqe, stabilitet, siguri dhe ardhmëri. Po jo edhe duke u marrë me të kaluarën. Të braktisin shqiptarët, do të largohen shqiptarët. Se kërkojnë Shqipen, le t'ikën në Kosovë, le t'ikën në Shqipëri. Ne po na ikin njerëzit. Dhe u hidhruan, pse unë thash, o ju njerëz, o ju që u dhejshin me politikat e shtetit, ju që keni përgjegjësinë, se unë nuk mune mohoj që VMRO-ja nuk e ka legitimitetin e Maqedonëve. Legitimitetin e Maqedonëve e ka VMRO-ja. Po atë legitimitet e ka fituar duke më luftuar mu si shqiptar. Që nuk është legitimitet i kulluar. Njerëzit, Shqipëria do ikën antarësohet në Bashkimin Evropian. Bullgaria është në Bashkimin Evropian. Malizi ikën edhe ai në Bashkimin Evropian bashkë me Shqipërinë. 232.000 pasaporta Maqedonët kanë marrë deri më tani bullgare. Ato që kanë marrë pasaporta bullgare kanë nënshkruar testament që gjyshes tërgjyshi kanë bullgar dhe kanë përgjegjësi. Po të ikë dhe do ikë Shqipëria, 2028-2030 Shqipëria është antare plotfuqishme në Bashkimin Evropian. Edhe na, shqiptarët e Maqedonisë do i marrin pasaportat e Shqipërisë, sepse janë pasaportat evropiane janë. Dhe ne du pajisim me pasaporta evropiane. Atëherë, kujna do i mes Maqedonia? Maqedonia do mes shteti i qytetarëve të Shqipërisë dhe të Bullgarisë. Këtu ne kam thënë publikisht, po hajde të ulemi dhe të gjejmë zgjidhje. Se përveç që njerëzit e braktisin për standard më të mirë, edhe ky është një problem tepër i madh që ne nesër mund të na paraqitet. Tani, inshallah Zoti u jep men, qetësi, gjaktësi dhe zgjidhje tjetër përveç se partia politike maqedone që fiton zgjedhjet të respektojë legitimitetin dhe partinë e parë që fiton te komuniteti i dytë më të madh. Paqja, stabiliteti, marrëdhëniet e mira ndëretnike dhe ardhmja e sigurt është duke respektuar mandatari legitimitetin e komunitetit të dytë në vend më të madh. Dhe jo qeverisë dhe të shoqëroj me vazal e zagar qeverisë vendin. Se kjo nuk ecën. Çam shoqër? Për shkak të gjuhës, sikur natyrisht u befasova për mënyrën se si e thatë, por do lëm për pak çaste zhvillimet brenda, duke shpresuar natyrisht që të respektohet edhe marrëveshja e orit dhe gjithçka të bie në vend. Këto unë mos u çudi se këto ja u kam thonë Kristian Mickovski që ti thënë. Ja kam thonë E kuptoj, se ju njoh si tip në politikën që jeni. Absolutisht po. Jo, ja kam thonë pre Branko Crvenkovskit dhe shumë më shumë, po s'dua t'i ndaj me opinion, se çfarë kam thonë unë atyre. Ma ke thënë në sy, gjithve. Kretve. E qartë. Nuk e Edhe unë kam dashur, një një po ta them, që jo kam thënë prej fillimi kur kam hyrë, si deputet dhe si kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim. Më thonë, Branko Crvenkovski, mase edhe ti e kishe dasht që gjithë Maqedonas të ishën dhe mos kishe këto telashe. Branko, edhe unë base do t'i kisha dasht të gjithë shqiptarë të ishën dhe mos kisha telashe me ty. Po ase ytja nuk shkon, ase imja nuk shkon. Qielli është i përbashkët, kjo tokë është
sa e imja aq edhe e ytja, hajtë ta ndërtojmë shtetin bashkë. Kështu e kam fillu në partneritetin. Dhe unë pa marrëveshje, s'kam bërë hap në këtë vend. 8-9, nuk e di sa janë kryeministra deri më tani. Dhe gjithë me marrëveshje kam hyrë. Çka do bëhet vitin e parë, çka në të dytin, çka në të tretin, çka në të katërin. Por unë jam partner serios. Unë e kuptoj kur partneri është në hall, unë e ndihmoj. Edhe sakrifikoj për partnerin. Unë nuk dua vetëm ta shfrytëzoj partnerin. Dhe këtë e kanë të dëshmuar të gjithë ata që kanë qeverisë me mua. Nga Branko Crvenkovski deri te ky i fundit tani, Taçja i thoshëm se. Nuk kam dilemë në këtë, por natyrisht urojmë shumë edhe një herë që me të vërtetë mos dëgjojmë definicione të tilla, sidomos nga ju që siç e thatë keni qenë garantues i marrëveshjes së Ohrit, urojmë të respektohet ajo. Ka një proces tjetër për të cilin ju shoh se jeni të jeti angazhuar për miqtë tuaj në paqe, në luftë. Ish kryetar i UÇK-s në një proces në Hag, pash se keni anuluar aktivitetet me datën ditën e fundit të fushatës në realitet, për shkak se doni t'i bashkangjiteni protestës në Tiranë. Keni qenë edhe në Prishtinë. Jana. Tani në Hag nuk gjykohet presidenti i Kosovës, dy kryetar të kuvendit, si zoti Veseli, si zoti Krasniqi, si deputeti Parlamentit Kosovës, Recep Selimi. Atje gjykohet ushtria shërimtare e Kosovës. Dhe ushtria shërimtare e Kosovës obligim ka kombi i tëri t'i dalë në mbrojtje. Sepse Jehona, ushtria shërimtare e Kosovës e ka pas edhe një detyrim moral e ligjor të respektoj marrëveshjet ndërkombëtare mbi luftrat. Mos bëj dëm popullatën civile, mos vrasin populatë civile, gra, pleq, fëmijë. Llogarisni ju sa mund është dasht të harxhoj energjiu që këja për t'i bind shqiptarët, popullatën civile shqiptare, që të mos hakmerren me të njëjtën metodë. Nona shqiptare, fëmijët beba kanë bë copa parasysh. Ore gjymtyrët për së gjalli u a kanë hek qetnikët. Ore njerëzit në për gropa, në për varreza masive i kanë futë gjallë. Po ata njerëz nga vlezër kanë pas. Po këta emocione a dashbë të kontrollohen. Pse s'ka mundu që kaja 1000 civil mëna në natës t'i ekzekutoj në shej hakmarrje për gjithë të kërime që bësh, po gjenocidi vërtet i është bërë Kosovës. Si be nuk e vënojnë në konsiderat këtë energji të madhe që ka harxhuar ushtria shërimtare e Kosovës. A filloi ky proces me shtëpinë e Verdh? Se gjëja se ushtria shërimtare e Kosovës ka bë transplant të organeve. Qa doli kjo? Doli një prallë me mret. Dhe tani ndryshoi e tërë situata. Dhe ne kemi pas obligim moral njerëzor që ta sharojmë deri në fund shtëpinë e Verdh. Për këtë arsye u bë dhe pranuam gjykatën pati gatishmëri për këtë. Por cili do të jetë epilogu, Xhameti? Nëse ka drejtësi, duhet vendoset drejt. Nëse i marrim parasysh gjitha rrethanat, se si ka vepruar që njerëzit duhet lihen të lirë. Dhe unë jam i bindur
që ata do t'jenë të lirë. Do zgjas, sigurisht edhe një kohë, po, derisa të përfundojë tërë procedura, akoma je në fazën e dëshmitarëve tje, edhe që janë dëshmitarë jo të parancishëm në seanca, por unë jam i bindur që e drejta të dalë në dritë. Por nëse nuk ndodh kjo në rast dënimi? Mendoj që nuk është mirë dhe nuk do i shërbehet paqes, stabilitetit e sigurisë. Mbase kërkush s'mund t'i kontrolloj njerëzit, grupe të caktume, njerëz të caktuar. Mund të ketë razira, thoni? Shive, kur fal garancë nuk mund të kesh të kontrollojsh emocionet e njerëzve. Për shembull, ty ndodh rast për shembull, ku e di unë, në Amerikë shoh që ndodhin raste, ka ndodhur në Europë. Shkon në shkollë vetëm pse e kanë larguar nga puna dhe i vret 10 njerëz të pafajshëm. A pse as mund të ketë edhe tek na njerëz të tillë? As mund të ketë? Ka njerëz që janë lidhur emocionalisht me ushtrinë shërimtare të Kosovës. Pse as mund dalin njerëz të tillë? Çështja është, nuk i bën zgjidhje sepse nuk ta krahasosh agresorin me viktimën është e pakuptimit. Llogarisni për çfarë gjenocidi ka përjetu Kosova. Llogarisni për o grima, parasysh i kanë ngri njerëzit, nonave, baballarëve, vëllezërive. Dhe ti vendosësh bank të akuzës? Absolutisht po, por në fakt, unë javën e kaluar përmenda një deklaratë tuaj në lidhur me procesin në Hag me kryeministrin shqiptar Edi Rama, ai gjithashtu ka folur për mungesën e vullnetit nga politikanët nga qeveria në detyrë, qeveria që ishte fuqi plot apo në mandat të plot në Kosovë për të bërë një iniciativë përbashkët me Shqipërinë, qoftë një rezolut të dy kuvendeve. Si e shihni ju? Po t'ishit hipotetikisht po e nxjerrim kështu, po t'ishit ju në pozitën e kryeministit të Kosovës, çfarë do të bënit në këtë drejtim? Mirë, po unë nuk jam. Çfarë këshilli do jepnit pra? Po e themi kështu. Se po të isha, ndryshe do flisja. Nuk do rria në kabinet. Sepse ata djemani janë aktorë e autorë, edhe të lirisë, edhe të pavarësisë Kosovës. Bashkë me shokët e vetë, vjetra mira kemi qenë. Por ata mund të vritën 10 herë për Kosovën. Edhe sot janë të gatshëm të vritën për Kosovën. Edhe kjo është një sakrificë që e bëjnë. Po ata për herë që kanë sakrifikuar, du sakrifikojnë edhe në të ardhmen. Kosova duhet të dalë zot bi vetë në këto procese kaq rëndësishme. Zoti Ahmeti, pothuajse erdhëm në fund të kësaj interviste. Një pyetje fare për fund që lidhet natyrisht me BDI-n. E keni menduar që vendosin në Shkup ndonjëherë? Me që jemi këtu në Tetov, përfaqësuesi më i madh shqiptarëve këtu. Tani unë zyrtarisht zyrat i kam në Shkup. Adresën e kam në Shkup. Po këtu kam emocione e para unë këtu e kam pa shtabin të ushtrisë shërimtare kombëtare. Dhe sikur ndjem pak ma mirë, këtë mund bëj edhe me nostalgji, po folklorizëm. Por politikisht do të ishte më e mençur që sikur të operonit në Shkup? Unë bëj takime edhe në Shkup. Bëj takime
gjysa e veprimtarisë e bëj në Shkup, por fizikisht e kam afrohet këtu. Faleminderit shumë që na keni pritur sot dhe uroj më të mirën për shqiptarët, ku të qofshin. Faleminderit për kohën e juaj, të uroj radhë parë shnet dhe suksese në misionet e tua. Faleminderit. Shumë faleminderit. Faleminderit.